Tërmetet. Ora, dita e fundit nuk do të vi, derisa tërmetet mos jenë shumë të shpeshta. Buhariu. Ekzistojnë dy hadithe të mëdha për kohën para ditës së gjykimit dhe pastaj vitet e tërmeteve, transmetuar nga Salama radiallahu anhu. Në vitet e fundit, tërmetet të mëdha kanë ndodhur pa ndërprerje dhe janë ndër shqetësimet më të mëdha të njerëzve në mbar botën. Nëse i hedhim një shikim të dhënave të grumbulluara nga Qendra Informative Nacionale Amerikane për tërmetet për vitin 1999, shohim se kanë ndodhur 20.832 tërmete në botë. Vlerësohet se 22.711 persona kanë humbur jetën si rezultat i kësaj. Kur të shikohen shifrat e skaluarës, shohim se numri i tërmeteve ishte shumë i vogël. Sipas raporteve të Institutit USGS, numri i tërmeteve me një madhësi prej 5 ball apo më të mëdha që ndodhen gjatë 400 viteve dhe në mes të viteve 1955 dhe 1975 ishte vetëm 110, sipas të dhënave të këtij instituti. Vetëm gjatë 23 viteve në mes të viteve 1980 dhe 2003, numri i tërmeteve me një masi prej 6.5 shkallësh ose më të madhe ishte 1685. Varfëria. Numri të varfërve do të rritet. Fitimet do të ndahen vetëm në mes të pasurve, pas një përfitim për të varfërit, tirimidhiu. Siç duket, ajo kohë e paralajmëruar nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam përshkruan gjendjen në kohën tonë. Nëse i hedhim një vështrim shekujve të kaluar, shohim se vështirësitë dhe ankthi shkaktuar nga thatësia, lufta dhe fatkeqësitë e tjera ishin të përkohshme dhe të kufizuara në një rajon të veçantë. Mirëpo sot varfëria dhe vështirësia e fitimit për jetesë janë të vazhdueshme dhe endemike. Sot varfëria ka arritur për masa serioze në botë. Raporti i fundit i UNICEF-it thotë se 1 në 4 njerëz të popullatës botërore jeton në vuajtje dhe varfëri të paimagjinueshme. 1.3 miliard njerëz në botë mbijetojnë me më pak se $1 në ditë. 3 miliard njerëz në botë sot përpiqen të mbijetojnë me $2 në ditë. Rreth 1.3 miliard njerëzve u mungon uji i sigurt për pije. 2.6 miliard njerëz nuk kanë instalime adekuate hidrosanitare. Rënimi i vlerave morale. Ora do të vi kur të përhapet tradhtia bashkëshortore. Al-Haythami Kitab Al-Fitan. Ora e fundit nuk do të vi derisa ata njerëzit e ligë të mos bëjnë kurvëri në rrugë botërisht. Ibn Hibban dhe Bazar. Meshkujt do t'i imitojnë femrat dhe femrat do t'i imitojnë meshkujt. Alama Jalaluddin Sayuti, Dure Mansor. Njerëzit do t'jepen pas homoseksualizmit. Do të ketë përhapje të marrëdhënieve të palishme haptas. Buhariu. Ora, dita e fundit nuk do të vi derisa të mos shtohen vrasjet. Buhariu. Në ditët tona ekziston një rrezik i madh që kërcënon strukturën shoqërore të botës. Në të njëjtën mënyrë në të cilën një virus mbyt trupin e njeriut, ky rrezik shkakton rënim delikat shoqëror. Homoseksualizmi, prostitucioni, seksi paramartesor dhe jashtëmartesor, prapësitë seksuale, pornografia, ngacmimi seksual dhe shtimi i sëmundjeve seksuale janë dëshmi e rëndësishme të rënimit të vlerave morale. Hadithet për refuzimin e fesë së vërtetë dhe vlerave morale të Kuranit. Afër ardhjes së orës do të ketë ditë gjatë të cilave dituria fetare do të ngrihet. Zhduket edhe padituria do të përhapet gjithandej. Buhariu. Do të ketë një sprovë të errët e cila nuk do ta lërë askënd nga ky umet pa e prekur, dhe atëherë kur njerëzit do të mendojnë se ka marrë fund, do të fillojë përsëri nga e para. Në këtë kohë njeriu mund të jetë besimtar në mëngjes dhe jo besimtar në mbrëmje. Ebu Dauti. Do të vijë një kohë mbi këtë umet kur njerëzit do të lexojnë Kuranin, por ai nuk do të arrijë më larg se gurmazet e tyre. Buhariu. Para orës së fundit do të ketë turbullira si copëza të një nate të errët në të cilën njeriu do të jetë besimtar në mëngjes dhe i pa fe në mbrëmje, apo besimtar në mbrëmje dhe i pa fe në mëngjes. Ebu Dauti.
Do të vi një kohë kur njeriu do të brengoset për mënyrën se si i fiton gjërat, në mënyrë të lishme apo të palishme. Vuariu. Në kohërat e fundit do të paraqitet një popull i cili do të fitojë këtë botë me ndihmën e fesë. Tirimidhiu. Ora e fundit nuk do të vi derisa të mos mbeten ata njerëz të cilët as nuk do të jenë të vetëdijshëm për të mirën dhe as nuk do të pengojnë të keqen. Ahmedi. Ora e fundit nuk do të vi para se Allahu t'u marrë njerëzve të dynjas fenë e tij, duke mos lënë askënd në të përveç të pafeve, të cilët nuk e njohin të drejtën apo nuk e kundërshtojnë të gabuarën. Transmetuar nga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Shfaqja e profetëve të rrejshëm. Ora e fundit nuk do të vi para se të shfaqen 30 dexhall, mashtrues, secili duke u paraqitur si i dërguar i Allahut. Ebu Dauti. Ekspertët kanë vënë në re se ka pasur një përhapje të shpejtë të ashtu quajturve Mesi që filluan të paraqiten në vitet 1970 dhe që ka përjetuar një rritje të konsiderueshme që atëherë. Sipas këtyre ekspertëve, ekzistojnë dy arsye themelore për këtë rritje. E para është rënja e komunizmit dhe arsyeja tjetër janë mundësitë e ofruara përmes teknologjisë së internetit. Kurani tregon për kthimin e Isait në tokë. Allahu nuk i ka lejuar jo besimtarët të vrasin Isain alayhis salam, por atë e ngriti në praninë e tij dhe i ka shpallur njerëzimit lajmin e mirë se ai do të kthehet në tokë në fundin e kohës. Kurani ofron informacion lidhur me kthimin e Isait alayhis salam në disa raste. Një ajet thot se jo besimtarët, të cilët ngritën kurth për të mbytur Isain alayhis salam, nuk ja arritën këtij qëllimi. Dhe ne i mallkuam ata për fjalët e tyre. Ne e vram Mesiun, Isain, të birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut. Por ata as e vran, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamendsuar. Ata në të vërtetë nuk e kanë vrarë. Sure Nisa 157. Një tjetër ajet thot se Isai alayhis salam nuk vdiq, por u mor nga sfera njerëzore në praninë e Allahut. Allahu e ka ngritur pranë vetes. Allahu është i plot fuqishëm edhe i gjithdijshëm. Në ajetin 55 të sures Al-Imran, ne mësojmë që Allahu do t'i vendos njerëzit të cilët pasojnë Isain alayhis salam mbi ata të cilët nuk besojnë deri në ditën e zgjimit. Është fakt historik se 2000 vjet më parë, pasuesit e Isait alayhis salam nuk kishin fuqi politike. Të krishterët të cilët jetuan midis asaj periudhe dhe kohës tonë kanë besuar në një numër doktrinash të rrejshme, kryesorja e të cilave është doktrina e Trinisë. Prandaj, siç bëhet e qartë, ata nuk mund të thirren si pasuesit e Isait alayhis salam, pasi që, siç thuhet në disa vende në Kur'an, ata të cilët besojnë në Trini kanë rrëshitur në mohim. Në një rast të tillë, në kohën para orës, pasuesit e vërtetë të Isait alayhis salam do t'i mposhtin mohuesit edhe do të bëhen argument i premtimit hyjnor të përfshirë në suren Al-Imran. Padyshim, ky grup i bekuar do të bëhet i njohur kur Isai alayhis salam të kthehet përsëri në tokë. Veç kësaj, Kurani thotë, të gjithë thtarët e librit do t'i besojnë Isait, para se ai të vdes dhe në ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër tyre. Sure Nisa 159. Nga ky ajet mësojmë në mënyrë të qartë se ekzistojnë edhe 3 premtime të papërmbushura lidhur me Isain alayhis salam. Së pari, ai, si çdo qenie tjetër njerëzore, profeti Isa alayhis salam, do të vdes. Së dyti, të gjithë thtarët e librit do ta shohin atë në formë trupore dhe do t'i binden atij derisa ai të jetë gjallë. Nuk ka dyshim se këto 2 parashikime do të përmbushen kur Isai alayhis salam të vi prap para ditës së fundit. Parashikimi i tretë për dëshminë e Isait alayhis salam kundër thtarëve të librit do të përmbushet në ditën e fundit. Një tjetër varg në suren Merjem flet për vdekjen e Isait alayhis salam. Le të jetë paqja e shpëtimit mbi mua në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes edhe në ditën që do të ringjallem. Sure Merjem 33. Kur e krahasojmë këtë ajet me ajetin 55 të sures Al-Imran,
Mund të dallojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Ajeti në suren Al Imran flet për ngritjen e Isait a.s. në praninë e Allahut. Në këtë varg nuk jepet asnjë informacion për atë se a ka vdekur apo jo Isai a.s. Por në vargun 33 të sures Meriem përmendet vdekja e Isait a.s. Kjo vdekje e dytë është e mundshme vetëm nëse Isai a.s. kthehet përsëri në tokë pasi të jetojë këtu për një kohë. Padyshim se Allahu e di më së miri. Një tjetër ajet që aludon në kthimin në tokë të Isait a.s. thotë: Allahu do t'ia mësojë atij shkrimin, diturinë, Teuratin edhe Ungjillin. Sure Ali Imran 48. Për të kuptuar referencën për librin të përmendur në këtë ajet, duhet të shikojmë ajetet e tjera në Kur'an që kanë të bëjnë me këtë temë. Nëse libri është përmendur në një ajet së bashku me Teuratin dhe Injillin, atëherë ai duhet të nënkuptojë Kur'anin. Vargu i 3 i sures Al Imran shërben si një shembull i tillë. Allahu nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç tij, të gjallit, të përjetshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ai të ka shpallur ty librin me të vërtetën e saktë, duke vërtetuar shpalljet e mëparshme. Ai i ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin më parë si udhërrëfyes për njerëzit dhe ka zbritur edhe dalluesin e së vërtetës nga e pavërteta. Surja Ali Imran 2:4. Në atë rast, libri i cili përmendet në ajetin 48 që Isai a.s. do ta mësojë mund të jetë vetëm Kurani. Ne e dim se Isai a.s. e dinte Teuratin dhe Ungjillin gjatë jetës së tij, domethënë afërsisht 2000 vjet më parë. Është e qartë se do të jetë Kurani që ai do të mësojë kur të vijë përsëri në tokë. Ajo që ofron strofa 59 e sures Al Imran është shumë interesante. Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit. Në këtë ajet ne mund të shohim se duhet të ketë një numër ngjashmërish midis dy profetëve. Siç e dim, si Ademi a.s., ashtu edhe Isai a.s. nuk kishin baba, por ne mund të tërheqim një ngjashmëri të mëtejshme nga ajeti më lart midis Ademit a.s. që zbret në tokë nga parajsa dhe zbritjes së Isait a.s. nga prania e Allahut në fundin e kohës. Kurani thot këtë për Isain a.s. Ai Isai është shenjë e orës së kiametit, në ardhjen e të cilës mos dyshoni kurse si, pra ndiqmëni mua. Kjo është rruga e drejtë. Sure Zuhruf 61. Ne e dim se Isai a.s. ka jetuar 6 shekuj përpara se të shpallej Kurani. Prandaj ky ajet duhet i referohet jo jetës së tij të parë, por ardhjes së tij të sërishme gjatë fundit kohës. Të dyja, bota e krishterë dhe bota islamike, e presin me padurim ardhjen e dytë të Isait a.s. Prania e nderuar e këtij mysafirit bekuar në tokë do të jetë shenja e rëndësishme e ditës së fundit. Dëshmi të mëtejshme të ardhjes së dytë të Isait a.s. mund të gjenden në përdorimin e fjalës Wakhlan në suren Maide 110 dhe suren Ali Imran 46. Në këto ajete ne na shpallen këto urdhra. Allahu do të thotë: O Isa, i biri Meriemes, kujtoje mirësinë time ndaj teje dhe nanës sate, se si të forcova ty me shpirtin e shenjtë Xhibrilin, kështu që ti u predikoje njerëzve kur ishe foshnje në djep dhe i rritur. Ai do t'u flas njerëzve qysh i vogël në djep, edhe si njeri i rritur dhe do t'jetë nga më të mirët. Sure Ali Imran 46. Kjo fjalë ndodhet vetëm në këto dy ajete dhe vetëm në lidhje me Isain a.s. Kjo fjalë është përdorur për të përshkruar moshën më të shtyrë të Isait a.s. Fjala i referohet moshës në mes 30 dhe 50 vjeçare, domethënë fundi i rinisë dhe fillimi i pleqërisë. Dietarët islamik pajtohen që këtë fjalë ta përkthejnë për t'u referuar një periudhë pas moshës 35 vjeçare. Dietarët islamik mbështeten në një traditë të rrëfyer nga Ibn Abasi, lidhur me faktin se Isai a.s. u ngrit në praninë e Allahut kur ishte i ri, domethënë në fillim të viteve të 30 të tij, edhe se kur të kthehet përsëri në tokë, do të ketë 40 vite të tjera për të jetuar. Isai a.s. do të përparojë në moshën e tij të vjetër, pasi të jetë kthyer në tokë. Kështu që ky ajet mund të thuhet se është një dëshmi e ardhjes së dytë të Isait a.s. në tokë.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për ardhjen e dytë të Isait. Ekzistojnë disa hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam që i referohet ardhjes së dytë të Isait alaihi salam. Dietari islamik Sheukani ka thënë se ekzistojnë 29 hadithe për kthimin e Isait alaihi salam, dhe se informacioni që përmbajnë këto hadithe nuk ka pasur mundësi të falsifikohet. Ibn Majah, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, djali i Merjemes, Isai, së shpejti do të zbres midis jush, muslimanve, si sundimtari drejt, Buhariu. Ora nuk do të vi derisa djali i Merjemes, do më thënë Isai, të mos zbres në mesin tuaj si sundimtari drejt, Buhariu. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se çfarë do të bëjë Isai alaihi salam kur të kthehet. Isai alaihi salam, djali i Merjemes alaihi salam, do të zbres, do të sundoj për 40 vite me librin e Allahut edhe sunnetin tim edhe do të vdes. Al-Hindi. Isai alaihi salam, djali i Merjemes alaihi salam, do të jetë gjykatës i drejtë dhe sundimtari i drejtë në ummetin tim. Do të thyej edhe do të shkatërroj kryqin, edhe do të vras derrin. Toka do të jetë aq e mbushur me paqe, sikurse një enë është e mbushur për plot me ujë. E tërë bota do ta thotë dhe do ta pasojë një dhe të njëjtën fjalë, edhe nuk do të adhurohet askush tjetër përveç Allahut. Ibn Majah.